Në dimrin e vitit 1944, ndërsa lufta e dytë botërore ende vazhdonte, në një kull të Malësisë së Gjakovës u miratua një dokument që mund të kishte ndryshuar rrjedhën politike të Kosovës. Në të thuaj qartë se Kosova dhe rrafshi i Dugaxhinit banoheshin në shumicë nga shqiptarët, se shqiptarët dëshironin bashkimin me Shqipërinë dhe se pas çlirimit duhej të kishin të drejtën të vendosnin vetë për fatin e tyre, madje deri në shkëputje. Por vetëm një vit më vonë, Kosova nuk po shkonte drejt Shqipërisë, po përfshihej brenda Serbisë Federale në Jugosllavinë e re të Josip Broz Titos. Çfarë ndodhi? Kush e hodhi poshtë frymën e Bujanit? Dhe mbi të gjitha, nëse shqiptarëve ju njoh e drejta të vendosin vetë, pse ata nuk u pyetën kurrë? Para se të vazhdojmë, pëlqejini këtë video dhe abonohuni në kanalin ton Histori Epike, sepse historitë të tilla meritojnë të njihen. Për ta kuptuar Bujanin, duhet të kthehemi në Kosovën e luftës së dytë botërore. Për shqiptarët e Kosovës, fundi i luftës ngrinte një pyetje shumë të madhe, se sa vetëm se kush do t'i dëbonte forcat pushtuese. Pyetja ishte: çfarë do të ndodhte me Kosovën pas luftës? Para vitit 1941, Kosova kishte qenë pjesë e mbretërisë së Jugosllavisë. Shqiptarët kishin përjetuar politika shtypse, kolonizim dhe përpjekje për ndryshimin e strukturës së popullsisë. Prandaj kur lëvizja komuniste jugoslave kërkonte mbështetjen e shqiptarëve të Kosovës kundër Boshtit, nuk mjaftonte t'u premtonte vetëm çlirim nga pushtuesit, duhej t'i përgjigjej edhe pyetjes kombëtare. Në fund të vitit 1943, kjo pyetje do të merrte formën e një dokumenti. Më 31 dhjetor 1943, në Bujan të Malësisë së Gjakovës, sot pjesë e Tropojës në Shqipëri, filloi konferenca e parë e Këshillit Nacional Çlirimtar për Kosovën dhe rrafshin e Dugaxhinit. Punimet vazhduan me 1 dhe 2 janar 1944. Konferenca u mbajt në kullën e Salimanit. Në të morën pjesë 49 delegat, shumica shqiptar, por mes tyre kishte edhe përfaqësues të komuniteteve të tjera. Nga konferenca doli Këshilli Nacional Çlirimtar për Kosovën dhe rrafshin e Dugaxhinit dhe mbi të gjitha rezoluta e Bujanit. Dhe pikërisht këtu fillon pjesa më e rëndësishme e historisë. Rezoluta nuk fliste vetëm për luftën kundër pushtuesve. Ajo e identifikonte Kosovën si një krahinë me shumicë shqiptare dhe e lidhte luftën antifashiste me zgjidhjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve të Kosovës. Në dokument shprehej aspirata e tyre për bashkim me Shqipërinë, por kishte edhe diçka akoma më të rëndësishme. Pas fitores, popujt duhet të kishin mundësinë të vendosnin vetë për fatin e tyre me të drejtën e vetë vendosjes deri në shkëputje. Ky formulim është arsyeja pse Bujani vazhdon të diskutohet edhe sot, sepse nuk ishte një fjali e paqartë. Nuk flitej vetëm për autonomi kulturore, nuk flitej vetëm për të drejta gjusore, flitej për vetëvendosje dhe për mundësinë e shkëputjes. Rezoluta e lidhte këtë me luftën e përbashkët kundër pushtuesve dhe u referohej edhe parimeve që propagandoheshin atëherë nga koalicioni antifashist dhe aleatët e mëdhenj. Në logjikën e dokumentit, shqiptarët e Kosovës duhet të luftonin kundër pushtuesve së bashku me popujt e tjerë dhe pas çlirimit të ushtronin të drejtën për të vendosur për të ardhmën e tyre. Shumë shpejt do të bëhej e qartë se udhëheqja qendrore e Partisë Komuniste të Jugosllavisë nuk ishte e gatshme të pranonte interpretimin që mund ta nxirrte Kosovën jashtë Jugosllavisë. Vetëm pak muaj pas Bujanit erdhi reagimi. Më 28 mars 1944, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë i dërgoi një letër udhëheqjes së lëvizjes në Kosovë. Letra mbante në nënshkërimin e një prej njerëzve më të afërt të Titos, Milovan Gjillash. Në të kundërshtohej mënyra se si Bujani kishte trajtuar çështjen e Kosovës, në veçanti formulimi për aspiratën e shqiptarëve për bashkim me Shqipërinë. Mesazhi politik po bëhej gjithnjë e më i qartë.
çështja e kufive nuk do të vendosej në Bujan. Qendra Jugoslave kërkonte që zgjidhja përfundimtare të mbahej për më vonë. Dhe kur erdhi kjo më vonë, raporti i forcave kishte ndryshuar plotësisht. Në fund të vitit 44, forca gjermane po tërhiqeshin nga Kosova. Partizanët jugoslav po vendosnin kontrollin. Por një pjesë e shqiptarëve nuk e shihnin rikthimin e pushtetit jugoslav si realizim të asaj që ishte thënë në Bujan. Rezistenca ndaj pushtetit të rish përtheu në disa zona dhe përplasjet më të mëdha u lidhen me kryengritjen e Shaban Polluzhës në Drenicë. Pushteti i ri jugoslav tani kishte një objektiv tjetër, ta konsolidonte kontrollin mbi Kosovën, dhe kështu erdhi viti 1945. Jo me një referendum, jo me një votim ku popullsia e Kosovës do të zgjidhte mes Jugosllavisë, Shqipërisë apo një statusi tjetër. Por me vendime politike të strukturave të kontrolluara nga sistemi i ri komunist. Nga 8 deri më 10 korrik 45 në Prizren u mblodh Këshilli Nacional Çlirimtar i Kosovës. Aty u miratua orientimi që Kosova të përfshihej në Serbinë Federale. Vendimi u formalizua më pas në strukturën institucionale të Jugosllavisë së Re. Kosova u bë një rajon autonom brenda Republikës Popullore të Serbisë, e kjo e fundit ishte njëra prej republikave të Federatës Jugoslave. Kështu brenda rreth një viti e gjysmë rruga politike kishte ndryshuar rrënjësisht. Bujani kishte folur për vetvendosje deri në shkëputje. Prizreni i vitit 45 e vendosi Kosovën brenda Serbisë Federale dhe referendumi që do ta lejonte popullsinë të shprehte drejt për drejt vullnetin e saj nuk u mbajt. Por pse? Përgjigja gjendet tek mënyra se si Tito po ndërtonte Jugosllavinë e re. Jugoslavia komuniste do të ishte federat, por kufit dhe njësitë e saj nuk do të përcaktoheshin, thjesht nga çdo kërkesë lokale për vetvendosje. Udhëheqja jugoslave duhej të balanconte interesat ndryshme kombëtare, territoriale dhe politike. Kosova ishte në veçanti e ndjeshme. Shumica e popullsisë ishte shqiptare, por territori konsiderohej nga udhëheqja serbe dhe jugoslave si pjesë që duhej të mbetej brenda federatës. Pranimi i shkëputjes së Kosovës dhe bashkimit të saj me Shqipërinë do të ndryshonte kufirin jugor të Jugosllavisë. Për më tepër, komunistët jugoslav tashmë po dilnin nga lufta si forcë dominuese. Në vitin 1943, për të mobilizuar popullsinë kundër pushtuesve, parimi i vetvendosjes ishte një instrument i fuqishëm politik. Një instrument që nga jugoslavët u përdor për të arritur një qëllim, largimin e poshtit nga territori. Por qëllimi afatgjat asnjëherë nuk ishte që ta linin Kosovën të vendoste për veten e saj. Pas luftës, vendimi kryesor për statusin e Kosovës u mor brenda strukturës politike të Jugosllavisë së Re. Konferenca e Bujanit nuk u realizua në kuptimin që shumë prej delegatëve shqiptar kishin pritur. Kosova mbeti në Jugosllavi dhe jo si republike barabartë me Serbinë, Kroacinë, Sloveninë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë apo Malin e Zi. Ajo vendos brenda Serbisë me një shkallë autonomie që në dekadat e ardhshme do të ndryshonte disa herë. Kjo është arsyeja pse konferenca e Bujanit nuk mund të shihet vetëm si një episod i luftës së dytë botërore. Ajo është një nga momentet kur çështja e statusit politik të Kosovës u formulua në mënyrë jashtëzakonisht të drejtë për drejtë. Dokumenti ekzistonte. Fjalët ekzistonin, vetvendosja deri në shkëputje ishte e shkruar. Por historia pas Bujanit tregoi se mes një të drejtë të shkruar në një rezolut dhe fuqisë për ta zbatuar atë, kishte një hendek të madh. Dhe kështu mbetet pyetja që e ndjek këtë ngjarje edhe më shumë se 8 dekada më vonë. Nëse pas luftës shqiptarët e Kosovës duhet të vendosnin vetë për fatin e tyre, pse nuk u lejua që këtë vendim ta merrnin drejt për drejt? Dhe ju çfarë mendoni? A ishte rezoluta e Bujanit një premtim politik që u braktis apo komunistët jugoslav siguruan pushtetin, apo që nga fillimi nuk kishte ndonjë mundësi reale që Beogradi ta pranonte shkëputjen e Kosovës?
Shkruajeni mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.